Mirëmbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapis atan, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital. Bora është fix, sa që thot kolegu im i nderuar respektuar që do të kthehet. Ajo gara tjetër se jemi për socials o Juli, ku jeni o yjetan. Ju përshëndesim 18:08 shënonora. Lahuta. Është e jona. Është e jona, nuk na e vjen askush. Nuk na e vjen askush. Edhe flauti. Edhe flauti e gjitha gjërat e tjera me radhë. Shumë bukur. Do të jemi deri në orën 20:00 këtu në Top Albania Radio, në valët e Top Albania Radios, po gjithashtu edhe në kanalin 10 në digital për gjithë ju që jeni në shtëpi dhe keni televizorin pranë jush. Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos. Dhe gjithë çunat e gocat që janë mbrapa i përshëndesim. Çuna, përshëndetje. Goca, përshëndetje. Bukur shumë. Dhe përveç shumë ngjarjeve që kanë ndodhur, përveç memeve që kanë flasur për sa i përket Big Brotherit dhe quiz. Lot fare burr. Shumë lot. Po shumë lot. Po për u loti më i madh ishte Rogerdi që tha Muzeu i Luvrit, po ku di çadi un Gjirokastër. Po të paktën Gjirokastër e ka muze. Po un dje me vërtet pash bigu, nuk pash portokallin. Me thon drejtën. Si ishte duke parë pyetjet ti. Po, ishin shumë të bukura, u kënaqën pafund, por ato le ti lëm për një moment tjetër sepse dhe në fund doli Miri fitues dhe një koment thoshte hajde mbaje monën tani. Se Miri doli? Pse s'ja mori do Stenaldo? Jo. Po pse? Po s'ja mori, dinte dy gjëra më shumë. Dinte më shumë, po Osakën e dinte që ishte kryeqyteti i Japonisë. Po. Osaka. Për të kuptuar qartë se çudirat nuk kanë fund që me këto çmimet po na e fusin e po na stërfusin derisa nuk. Sa e majti boli besën, aq e majti Juli kthesën. Çfarë kthes? O kthesën o vlla. Jo kthesën italisht. No, mi dispiace. Çmimet kanë shkuar, nuk e dim, nuk gjem dot fjalë për ta përshkruar, por kemi një shembull që e kemi nxjerr sot nga lajmet vetëm për ju. Dgjoj koleg, do vësh duart në kokë. Jam gjithë sy e veshë putrat e këtij Juli. Një agjente imobiliare, e quajtur ndryshe matrapaze, nxjerr një njoftim. Dhe njoftimi është i vërtet, është me pikë presje kështu. Shitet garzoniere, 15 metra katror, pa dritare, lagja Iliria në plazh në Durrës, çmimi 17.000 euro. Çare? Po. 17.000 euro, 15 metra katror, pa dritare. Po mos ja fut kot tani e burr, mos e denigro, se nuk shaj dot, a kupton se jam i far djalë, a kupton? Mos shaj. Po kjo sigurisht është qeli burgu, por s'është as garzonier si pa dritare. Koleg, po do të vi me nder bosh ai. Ty do dalim, po edhe Qelia Burgut e ka një dritare, sido që të jetë për ai. Po, kësaj nuk i themi dot as Bodrum. Se edhe Bodrumit kemi filluar ja bëjmë ndonjë dritare për Airosja. O Juli, shiko, ta marrim çik pozitivisht me që duhet bëhemi pozitiva, se na mbyti. Po na mbyti negativiteti jo. Dalim ne negativa ose pse po nuk kemi burr. Merre pozitivisht, bëj çik hajde, medito bravo. Ke më shumë privatësi te kjo Qelia Ndurrës. Po. Qeli Ndurrës, shkojmë diku tjetër. E përshëndesim kudo që je, vazhdo qëndro. Distancohet nga këto deklaratë. Nëse ti pa fashëm o vëlla, nuk e dim se çfarë kanë me ty, po nejse. Kjo garzoniere Ndurrës. Garzonierja, pra ka shumë privatësi, se s'ka as dritare, as komshi që të shohë nëse je gjallë apo jo. A kupton? Je për çefin tënd. Deri këtu jam shumë okay me ty. Por unë nuk kuptoj si e merr guximin kjo agjentja dhe shumë të tjerë që ta nxjerrin këtë njoftim. Si e marketon i dashur ose e dashur? Për çfarë e marketon? Perfekte për investim për shembull. Po investim për çamër koleg. Po për minjtë e lagjes o Juli që të kenë Airbnb të presin mish, se minjtë ke vënë re që janë si puna jon mblidhen gjithë. E kuptoj. Ndjen dhe tërmetin thon. Po, e ndjen. E kuptoj. Pra ju bëjmë thirrje, njoftime të tilla duhet i shkruani edhe kushtet. Kushti të mos hahet grosh, të mos ftoheni, të mos merrni frymthellë, të mos shtrëngoheni se në atë hapësirë një fondo e gabuar dhe Chernobyl. Po, kujdes, po
Kjo gjë që sapo tha Juli është e mirë nga një anë, sepse sipas një studimi të bërë nga dikush, Po? ti kur ndjen gazin e partneres tënde, Cilin gaz? gazin o burr, gazin e partneres, s'mund të ketë gaz. Jo, nga që the gazin e partneres, më partnerja ka një gaz dhe Jo, stafur, çfarë thumor vëlla. Sipas ka edhe kë gazin. Mund të kishte në një pirro, në pilo, po jo gazin. Nëse ajo që po të thoja koleg është që kur ti merr squfurin që del nga partneri yt, ti si thua bashkohesh më shumë me të, pra mblidhesh dhe të bën mirë për asmër broshitin e këto gjëra. Që të je komod, dihesh rehat. Të bën mirë për mushkritora. Kështu që këto janë kura popullore të kolegut, mos i dëgjoj. Kthej kamerën këtej. Jepini gaz vënçe sa të doni sepse mirë i bëni njëri tjetrit, jo për gjëra, kupton? Mirë. Ngjarja numër 2. Po, një lajm shumë interesant sepse sipas Eurostat gratë në Shqipëri jetojnë mesatarisht 82.5 vite, pra rreth 4 vite më shumë se sa burrat. Nga sot mos na thoni më na hëngrët shpirtin me gra. Po, domethënë nuk po u ham në shpirtin, duket që nga e kundërta. Fiks. Shkenca e paska konfirmuar që ne burrat dorëzohemi më shpejt. Kështu pra. Po ne gjithmonë dorëzohemi më shpejt me koleg, kur thot po kaq shpejt, vetë që kemi marrur fare. Jo, o koleg se. Ç'keti boksi është me raunde. Sti s'del knockout. Gjithmonë, po raundi i parë gjithmonë. Ja pyesim Kedosin. Kedos, si e me boksin ti Kedos? Bym. Dorëzohesh shpejt apo se ti DJ-je, ti duhet Po, gjatë tek ky bimon të fortit. Po, Kedos i çeka për knockout fare. Koleg, e kisha për dorëzim tjetër. Që domethënë burrat jetojnë më shkurt, por jetojnë me ritëm më të lartë, ne ecim më shpejt për shembull. Po çfarë ritmi? Po, ritëm ku je, po vi, prit pak, erdha, ky ritëm, a kupton? Domethënë jeta e një burri është jetë justifikimesh. Po normal tani se çdo justifikim të hanga pak jetë, a kupton? Ndërkohë, kjo nuk e mohon faktin që gratë jetojnë 82.5 vite, 4 vite më shumë se sa burrat. Po se gratë një mandat më shumë i bi. Shumë interesante. Kur e merr? Juli mos je gjë pjesë 300 veti edhe po na nxjerr. Jo, thjesht unë e di sa zgjat një mandat presidencial në Shqipëri. Po edhe parlamentari, po edhe parlamentari. Po mirë, pse ai kemi edhe presidenciali se unë se di këtë. Jo, presidenciali është 5. E pra. Po. 5 është, po çfarë nuk dihet tjetër ti për shkakun? Po, nuk e dihet që Iliadën edhe Odisen e kishte shkruajt Hamleti. Jo, nuk dija këto të modës, këto çantat që ishin këto kompanitë. E di që e kishte shkruajt Hamleti këtë Iliadën dhe Odisen. Jo Hamleti, më Shakespeare. Ora tha dhe Hamleti e dikush aty është. E zot na. Po mirë. E rëndësishme është që ne kemi reklama. Reklama dhe gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Patjetër, miq, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futeni një mendje top sepse më keq nuk ka ku të shkojë, më mirë do bëhet. Ikim reklama dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. DJ Kedos, po ku i gjej këto kënga, apo i mbak kështu për kur kanë rast ditëlindje. Jo, shumë vetëm për sebepe, për evente, për gjë. 18:21 minuta shënon ora, ju jeni aty ku duhet të jeni, pra duke ndjekur ose duke dëgjuar. Sa nusja nga Vlora apo jo? Ja më çe. Si e keni ju? Sa është ora vllazko? Sa është ora? Çfarë rime i jepni? Sa është ora, themi orën. Aha, ça tipi ky. Po burr, sa është ora, sa nusja nga Vlora. Sa është ora, sa ishte ndjen në këtor. Jo, sa nusja nga Vlora e kemi edhe ne. Edhe ju. Po ju Kedos nga Vlora si e keni këtë? Sa nusja nga Fiera. Ku ka shpallur pavarësinë Ismail Qemali. Po, atje. Atje, do. Më fal se ta lash për gjysmë. Jo, po thoya jeni aty ku duhet jeni, duke ndjekur Top Radio. Patjetër. DJ Kedos, do bëjmë filma tani. Të lutem, na e vendos pak atë bazën që ti e ke nxjerr me ato duart e tua të arta, po. Po. Okej, bukur shumë. Vendosë sytet e rolit. Roli gati, muzika gati, fillojmë tani me skenarin dhe të gjithë e njihni Tony Montanën. Ai që nga skushi u bë dikushi. Ai që ndër të tjera ngriti balonën bota është e jotja, por në realitetin shqiptar Tony Montana merr rrjedh tjetër. Si e ke emrin? Antonio Montana. Ti e ke ngritur atë balonën bota është e jotja? Po. Akuzohesh për prishje rendi dhe qetësie. Ajo është balon dashurie. Ashtu mendon ti Antonio Montana, por a je i vetëdijshëm se ke shkaktuar sherrë dhe debat me atë balon? Jo, dikame do me thënë, po, në të gjëra, këpër se kam për spajnisht në shkop. Ka punu thellë me roli. Po, ja, fut. Pra, a je i vetëdijshëm se ke shkaktuar sherrë dhe debat me atë balon bota është e jotja që ke ngritur Antonio Montana?
Migo, unë jam këtu thjesht për biznes. Ja për sherr. Balona që ke ngritur Antonio Montana ka kaluar mbi Kashar dhe ka shkaktuar një debat të papar. Ç'po kam unë me ta? Lejlafet, balona ka kaluar mbi Kashar, banorët kanë qenë në oborr, Mirje ka pari dhe ka menduar se është dron për të. Ka marr flak, ka marr kot, tani nuk e mban më dot. I am the boss, thot. Migo, ku je? Këtu. Ti je infiltruar Antonio Montana. Po. Do të shkaktosh trazira në Prime. Kemi prova edhe një deklaratë të arbrit që na çojnë tek ti. Ai të citon. Chico, they never lie. Fix ajo është. Ah, Kështu tregon të vërtetën dhe mos na bëj filma duke thënë biznese. Migo, nuk kam marrë për biznes. Në vend që t'ju akuzoj juve, ju më akuzoni mua. Ti të na akuzosh ne? Kush je ti për zotëri? Ç'a duket vetja aty? Antonio Montana. Edhe ç'a pastaj? Këtu i bihet më të fortit dhe i kputet në mes. Në këtë vend do bëj perandori, biznes. Po mirë Toni, çfarë biznesi do hapësh? Restorant luksi. Para do vinë lum. Oh, po leje e ke marr? Qa leje? Leje bashkie, tatime, nipt, sigurime. Po unë jam Tony Montana! Edhe tatimet janë tatime. Mos je gjërsosa ti? Nuk ka rëndësi kush jam unë. Në këtë vend, në fillim duhet të bësh lek. Pastaj kur të bësh lekët, ke edhe pushtetin. Në Dhe kur këtë- ke pushtetin, të vinë dhe femrat. Antonio Montana, në këtë vend ka edhe një shprehje, me ujin zjarrin dhe shtetin mos u hap. Mirë, atëherë do hap lavash makinash. Ku? Buz rrugës, kam gjetë një vend të lirë. Është edhe me parkim. Për momentin, sa t'jeve leja për pallat. Mirë, atëherë do të hap një kiosk. Ishin 5 kioska aty dhe të 5 falimentuan, se vetëm cigare të hapura blinin. Nuk mbahet shtëpia duke shit cigare, o Toni. Atëherë do hap klub, muzik, vipa. Vipat vinë e duan të pinë falas, o Toni, vipat këtu janë me clearing. Mirë, do hap pa vipa pra. E po të vjen policia në 11:30, mbyllej çikat muzikën, thot. Në Miami nuk ishte kështu, migo. E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtremët thot mirë se erdhe në Tiranë, ku njerëzia bën plazh aty ku thahet liçeni, ku provinciali thot i jon prej Alidemi. Atëherë po hap një kafe si gjithë të tjerët. E diti sa kafe ka këtu? Jo. Çdo 10 metra ka nga 2 kafe. Migo, këtu që ka luk për mbjetës, maj? E po këtu tjetri ta fut në kthes. Po në fillim ishte më e lehtë. Ore, mos më bë filma mu. Po çfarë duhet bëj këtu? Bëu influencer Toni, bëj reklama. Jo, do iki. Do iki edhe unë në Gjermani. Prit. Mos u largo. Luli, Bëj një gjë tjetër. ti e Luli. Unë jam. Po jo i vocër. Qa do këtu? Futu në Big Brother Toni. Big Brother? Po. Qa bëjt aty? Rrinë në një shtëpi, zihen bërtasin, po doli dhe një histori dashurie mirë, bën gjithë famshëm, gjithë Shqipëria flet për ta. Sha lek marin, migo, lek. Aty nuk ka lek Toni, po kur të dalin, po, atëherë plasin ofertat, 5.000 euro për i reklam. Po rri në një shtëpi, bërtit, e krijon situata kur të dalësh të bësh boss? Po. Këta po thua? Po, hy pa breke del me kostum. Mirë, këta po bëj. Por duhet të kapësh Prime-in, edhe Prime-i duhet kapur me patjetër. Kush është Prime? Se do e kap edhe atë. Do të luftoj ai, do të luftoj me më të mirin. Say hello to my little friend here. Toni, kalma, Toni. Se nuk është njeri Prime, do e kuptosh kur të futesh se ç'është Prime. Atëherë do lë biznesin. This is the plan. Do futem në Big Brother, do bërtas, do bëj aleanca dhe në fund bota do të jetë e imja, the world is mine. Man. Shosa, nëse me John, I kill you now. I kill you. Ky djalë e ka marrë shumë seriozisht rolin. Dikush ti thot Al Pacino që e ke lënë pasarsin, por kujdes me balonat që ngrini, se mund të kalojnë Kashar dhe ata e marrin çdo gjë që fluturon hahet. Po, ashtu e marrë, del Mateo Diego Brikerda e ka bë për neve, thot. Ndërkohë Tony Montana aty ose bukur shumë, nuk kanë çfarë bëjnë. Okej, është 18:27 minuta, ne tani do të ikim, ne I di kedosi se ç'a ndodh andej nga post-xhamit, ne dim vetëm ç'a ndodh nga Pompei para. thot ai. Do na çoj deri në Indi. Çfarë thua? Pa të çu thot titullin, nuk e di. Ikim kedosi para ne mrapa. Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare dhe ore siç ndodh gjithmonë në këto orë bie telefoni dhe ne asnjëherë nuk e dim se kush është. Po gjithsesi, alo. Mirëmbrëma. Tori, Kush është? o Tori,
rëndësi. Ju mora se kam një problem familjar që më hapët juve. Ne, çfarë bëm ne mor zotëri? Ti e di ç'ke bërë. Ç'ka bër more? Big Brotheri na ka probleme familjare, o zotri. Po mi i vrimi bini ju. O normal, se për atë vrim po bëhet gjithë debat. Po ç'a ndodhi kësaj here, më lëre tani. Shprehu, po dëgjoj. Dy vëllezër që flasin për 4 vite u pajtuan. Po. Për qafime, lot, muzik, drame madhe. Po, moment shumë i bukur ishte. Ku është problemi këtu? Momenti bukur për ju, po për mua katastrofë. Po pse? Se kam 5 vjetë që s'flas me Thorin, mikun tim në vllajin. Muhabet tokash edhe ju. S'po i ndani dot. Tori, toka, Tori. Po pra Tori vllai jot dhe muhabet tokash po ziheni edhe ju me vllajin. S'po i ndani dot. Ore Tori. Po pra ti me Torin po ziheni për muhabet tokash. Po, ne i ndam, po a i ma futi. Tori. Pse? Mori ato më të mirat. Prandaj që i ka caruar ti, po sta kemi fajin në mër zotri. Që ke prekur. Jo, vetëm u preka, por u frymzova. Thash pse të mos hy dhe unë Big Brother pajtohem, po unë kam një problem. Cili është problemi? Se kthej do të qafën. Prit tani. Ti kërkon të... Kur më thonë në emër, kthehemi tërë, plot pallati. E kuptoj. Tani, ti kërkon të hysh në Big Brother vetëm që të pajtohesh me vllajin? Po, sepse në shtëpi kemi provuar çdo gjë, telefon, mesazh, kushëri, s'ka funksionuar. Dhe mendon se zgjidhja e vetme është kamera 24 orë. Po, sepse në shtëpi kemi provuar çdo gjë, mesazh, telefon, kushëri, apo e thash. Tori. Pas ke ardhur me skenar gati. E kuptoj. Nuk e di ku është zgjidhja, po di që të flas në emër gjysmë fizin dhe nuk flasin fare. Po ç'po thua më ti pas ke dalë me zërv të zi. Mos u tall me mua se unë njeri t'i kam rënë dhe e hoqa. Një që na lini deri në 2 natës pa gjumë, po na fusni apo jo? Po. Na fusni sherr me familjen, ç'ta bët? Po qa sherri më se na fiksove tani. Ti si me gjenë nominim mër zotri që do të hapësh debat me patjetër. Nuk ka prime këtu. Po deshe të... Shpejt se po merë Erik Loshin telefon. Pra do të futesh dyshe me Erikun. Jepi se po më merë, nuk di që bëj. Po ne po vazhdoj me emisionin pra. E plak ti. O zotri, të lutem tani mos shajse. Jo ti se po flas me Erikun. Qa po thua mërë? A ke plak? Po mos shajme, ç'duhet ty tani a kam unë plak ajo? Po nuk po të shaj një pyetje të bëra, a ke plak as ke plak? Unë do të përgjigjem si Arber Hajdari, nuk kam plak, kam mama. A flet me të tëmë? Flas me të tëmë. Me ti me më nuk flet dodi dhe ka ikur. Atëherë flas me timen. Po. Ne. Unë kam 2 ditë nuk flas. Po pse? Po se ka 2 ditë që ka ikur, si të flas? Po ku iku më, e quat nominim? Iku. Po të kisha, e të shifja Big Brotherit, po? E thoshtë ajo, ja, u pajtua këta, ju 2 turp, jo, të me dhe kjo ishte fantazma. E kuptoj, po mire ka pasur, tani lenim mlefet, pajtoni. Po s'mbaroj me kaq, më tha, dili është tivi makinës si përqafo vëllan. Tori! Po shumë mirë ka thënë. E qa bërë ti, i hibe makinës, do me thënë, si shkoj? I thash, fantazmës. Këto punë s'bëj kështu, dua regji. Do regji? Jo për vitri, jo, dua regji. Po pra, do regji, do regjizor. Po pse?
duhet hapet dera, të luaj ke muzikë dramatike, thot një zë, dikush ka ardhur për ty. Tori më ike. Ti do pajtim kështu me efekte speciale alla Big Brother, domethënë. Po, pajtime dhe pajtim strukën na pajtoj. E kuptoj. Pra dhe ti për këtë uzure me nënën. Me fantazmën e nënës, po. Domethënë tani nuk flet as me nënën as me vllajin, u bën dy. Po, me nënën s'kam si flet, po, midhje. As me grua nuk flas, sorry. Po me gruan çpate more. Po kam dreq Baxhanaku se duroj do të dreqin e gruaja, thot pajtoni si bën ata në Big Brother uzura dhe me gruan. Po pse më çat ka bër Baxhanaku ty? Ska gjë. E di si e ka emri Baxhanaku? Ha. Viktor. Po i thrasim Viki. E kuptoj. Pra vllai e pas ka Tori, Baxhanaku Viki. E po ti bësh bashk Viktori, pa e shef pra vllai është Baxhanaku është si vllai. Pse zihesh me Baxhanakun? Kështu po merë fund bota të quhet Baxhanaku vlla. Po ai ka dhe tipin që fut fundë dhe thot ti bëj si dush, po unë për të birën tënde të thënë, kupton? Po më tani ta thash pra Baxhanaku është në vend të vllajt, mos u zi, se vën në sikletët e nusen dhe kunatën pastaj. Nuk kam telefonuar për moral, kam telefonuar me zgjidh hall. Po si ta zgjidhin pra, na e thuaj aty dil. Pusni Big Bra. Po çau bë këtu, u lirua? Jo, unë gati jam. Për çfarë je gati më? Për gjithçka, nominim, debate, banjo me radhë, vetëm pajtohem me familjen. Po pse nuk shkon ti takosh e të pajtohesh që sot po duhet patjetër të futesh Big? Jo, pa kamera nuk ka efekt, pastaj të martën del Gimbo futem unë. Pra ti do pajtim, pa do pajtimin me audiencë, pajtim prime. Po normal, se tani në familjen time janë bërë 3 fronte. Unë, vllai, Tori dhe Viki. Si i miri, i keqi dhe i shëmtuari. Por mos harro, unë jam i bukri. E kuptoj, mirë. Por nëse ju qekeni në 3 fronte, nëna, plaka, ku është këtu? Plaka te Vorrez. Qa thuela? Rin divane, thot ja, shiko si pajtohet njerëzit. Hajde se po merr prapë Erikun, pashi. Hajde, flit me Erikun. Oç na ka gjetur. 18:43 minuta shënore. Erik Loshi po merr në telefon se do vinë emision. Kështu që ja ku e bëm dhe me rim. Ikim në muzikë dhe rikthehemi vetëm pas pak. DJ Kedos, bëj më të mirën siç bën gjithmonë. Jemi rikthyer në këtë pjesë fund. Po merr Erik. Merre. Jo, do na hapja të thuj mos shaj se jemi live. Okej, ore ma mbylli prap. Mos ka, nuk ka ofertë do. Do marrim Erikun tani. Po, marrim Erik Loshi. Alo. Je poshtë, jemi live. Sa ta mbyll të pjesën Erik edhe do të vi do të zbres të marr. Mirë? Okej, faleminderit. DJ Kedos, na çote ka jo baza e lajmeve sepse keni dëgjuar çfarë keni dëgjuar, por jo në këtë lloj forme. Ta vesh telefonin live. Ç'të bëjmë? Me këto kushte tani. Federata Polake premton bonus $4.2 milion për lojtarët nëse mposhtin Shqipërinë. Bukur shumë. Na jepni 4 t'ju alem vet, thuhet kanë thënë shqiptarët. Lajmi i mirë para Polonisë. Broja sot ndez motorët për kombëtaren. Por kur pas sa kishte shkuar nafta, i fiku që të mos harxonte shqiptar Broja apo. Bravo Broja. Broja me motor. Të jemi të gjithë si Broja. Çfarë motori mund të ketë Broja? Se ti merr vesh nga makina. Po Broja e nisi sigurisht në 6.3, po modela i 3000 naftë kështu si. Franca detyron supermarketet të dhurojnë ushqimin e pashitur për njerëzit në nevojë. Në Francë, ushqimi i pashitur shkon për të varfrit. Te ne shkon në vendosje date skadence të re. Na godite me këtë. Bie fertiliteti në Europë. Shqipëria mes vendeve me lindshmërinë më të lartë në kontinent. Shef Memi. Shef Gigi. Xhel. Kina 1 milion banor 5 minuta çep xheli. 1 miliard. 1 miliard. Por çfarë çon kinën gjithmonë ke fiksim për ta thënë 1 milion? Është propagandë populiste.
I vuri flagën banesës së komshiut pas një konflikti për motive të dobta, arrestohet në Berat 53 vjeçari e Buçi. Po. Ky lajmi është për gjithë ata që thonë në Shqipëri nuk ndodhin gjëra të çuditshme. Ja, Bravo me i dokumenta. Ish reperi balen shah, jo po, balen ping-pong, drejt postit të kryeministrit të Nepalit. Është si me thënë Noizi kryeministri këtu, a kupton? Okej. Se kushta Juela më duke tha, ç'është table tennis, tenisi në tavolinë, shau tha. Po mirë. Bravo. Me gur. Jemi me ty Luela. Juela, dorë trokitje për Juelën. Bravo, Po vazhdo. hero gjithë Shqipëria aty të do. Vazhdoj. Fitoi për herë të parë një çmim Oscar, aktori i njohur i Hollywoodit vazhdon traditën e hamburgerave. Po. Ky ishte një mesazh me kod që domethënë tani që mora Oscar do hap bukë me këtë profesion. Bravo i qoftë. Ozempik shkëput kockat, studimi ilaçi GLP1 ndikim tek nyjet. T'japim edhe kasapit e lagjeve Juli se peshon mishin mi futet kockat brenda. Më shkon 10 kg mish, mua tul 2 kg ka. E po si thaj mishi tretet kocka mbetet. Po. Edhe për të gjithë ju që mendoni se jeta juaj po shkon keq, merreni shtruar se ka edhe më keq. Si për shembull Donald Trump detyron anëtarët e stafit të tij të mbathin këpucë të markës që ai preferon. Çare? Po është era e parë Juli që një administrat politike ka dhe kod veshje për këmbë tani. Jo, po mos i vish po deshe. Sekretari i shtetit i kishte veshur edhe fotot janë bërë virale, i rinin të mëdhaja, po çat thoshte i shkreti, duhet i vishte. Po s'kishte çfarë thoshte sepse këto ishin ato çfarë kishin përgjigjur për sa i përket lajmeve. Kush tha? Po si ka? Po nuk e ka, ish more. Po pra, duhet të theksojmë që burimi i sigurt të informacionit është vetëm pjesa e parë. Pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e dy moderatorëve këtu në studio. Ndërkohë, mora vesh që këtë rubrikën janë duke na e kopjuar të huajt. Kujdes! Se i kemi me dokumenta, ju vjen gjoba direkte te shtëpia, ne jemi me libra të rëndë. Numrat e Dhërat kontaktit. dhe numri. Ju përshëndes, Si edhe ishte ajo? kalofshi, sa më gonçëm. Më lini të pi, më lini të qaj, Po. se sot isha i ftuar në dasmën e saj. Po Eril Kloshi do të vijë Jo, se vetëm. ka thënë Eriku këtë. E ka thënë një këngëtar Po mirë, tjetër. se po- Erik, ta bëj pak spoiler për që të rinë njerëzit këtu, a Okej. Juli? Po jo më, këto po jo më teknikë. të spoil se vjen not proteste nga djali huaj. Tigi ta marr unë atë poshtë, Ik ju me vazhdoni Erikun. që ndroni këtu me ne, rikthehemi sërish në pjesën e dytë me Erik Loshin. Në këtë pjesë të dytë të Top Fare. Ej, ça balade, ça na kujtoj. Mua më kujtoj 9 vjeçaren. Mua më duket vetja shumë i plakur kur gjoj këto këngë. Them, sa vite ka kaluar. Ne kishin kaluar me vërtet shumë vite. Shumë vite kanë kaluar. Vashi më pusë na bësu kur jem nga 60 vjeç, se Po 37. ç'ke jo muzika Jo, jo jo, 100 vjeçare, Po ç'ke. ja, ka fjalë muzika, ç'na doli. Kush është ky zë? Po. Dhe një zë tha vëngon nga lumi. Ju e dini sepse ne e kemi lançuar, por e meriton një hyrje Po. alla Se Juli i bën shumë bukur këto hapi. jepet për të shkruar Po. Erik, her pas here. Po si e ka Dhe kam autor? jam munduar të derdh pak talent në këtë prezantim tëndin. Ashtu, ë? A mund ta dëgjosh lutem? Patjetër. me Edhe kënaqësi, pastaj në fund me thuaj ti vlen ti s'vlen. kënaqësi. Jam i sigurt që vlen përderisa ai këtu. Sot në studio kemi një këngëtar që ka një faj të madh. Çfarë faj ka re? Ka faj ai, sepse shumë histori dashurie në Shqipëri kanë filluar me këngët e tij dhe shumë ndarje janë përcjell përsëri me këngët e tij. Po. Dhe ky është faji i tij. Por faji mbetet gjithmonë jetim, tha. Kur ai këndon në balad, ose të kujtohet dikush, ose të merr malli për dikë. Po. Me një karrierë të gjatë me një zë që publiku e njeh që në notat e para, sot është një nga emrat më të dashur të baladës shqiptare. Po ai u përmend po ti thuaj emrin që unë të duar trokas në fund. Erik Loshi. Bravo, Eriki. Se çudish kur duar troket për veten. S'para Jo, bësh. në rast konkret po do të trokas Për Julin, po. për Julin, për fjalimin që mbaj. E ta mbajmë apo si thua? Patjetër që po si disa prej ty që tha janë të vërteta, sidomos ajo që kam i çik faj për pjesën. Ke faj. O Këtyre gjërave. si fillim dita jote sot si ishte? Top fare apo tap topi? Dita ime sot ka nis duke qenë 4 e pak të mëngjesit, Okej. sepse ishte i ditë që vendosa ta gjëroja. Ta pranofte dhe ta letësofte. Nata e 4-rit sipas Besimit, kalendarit po, i gjë, po. bismillah, sot ma Zoti më pranoft të them edhe vet. Ishte ajo që një goxha i lehtë, nuk e di, gjithë ditën kam qenë rrugëve, nuk e se kam në shtëpi që kam. Nuk e shpit, ndjeve, po- si thua. Jo, po kam qenë duke lëvizur dhe ishte edhe goxha vap dhe për çudi nuk e se kishte një problem. Diku nga ora 5 Po.
kur filloi bashortja po gatuan dhe të gjërat mirë Roma. Po çau. Aty u kujtoj që s'pas ka vetë bërë. shiko, se nga 2-3 herë pa vetë dije, njeriu shkon se ishte për fat keq, unë nuk e kam mbajtur dot agjërimin, ishte dita ime e parë, si E rëndësishme është që e mbajte. Edhe vajtat e arra që po bënte atë pjesët e kapa një moment dhe i lash prap, pa vetë dije, thash po dali tash. A të kishte bërë ndonjë gjë të mirë për iftar bashkëshortja? Po mashallah mirë, Mirë, nuk qash. Mirë, ka dorë. Mish ja jep shumë vallai, kështu që jam me fat nga kjo pjesë. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Pra dalim borxhet jemi dhe në qet tjerë dhe ti i qet. Bjeri me top plano. Bie me top fare. Bukur. As mos e vrit me ne fare. Po ne nisëm me ajo është ajo. Kthehemi 17 vite pas në kohë. Mos gabofshim. Pak a shumë, mos të japim shifrën, po 17 ose 18 diçka e tillë. Me ajo është ajo. Po, me 16 vjet në Top Fest. Se po bëj llogarit për këngën me Marizën se janë bërë lëmsh tash. Ja, ajo me Marizën, ajo ishte 20. Po tani kur kthehemi 16 vite, çfarë është mendimi i parë që të vjen në kokë kur e dëgjon këngën ose kur sheh videoklipin ose nëse mund na thuash për shembull ndjesim parë kur dëgjoj atë këngë dhe shumë balada të tjera si duken aty ku të kam parë afër vetes të gjithë aty janë produkte Tridos Production, produkte dane nga studio Flori Mamajezi, një kompozitor si Kledi Bahiti, një producent si Flori Mamajezi, ka qenë një nga produktet mia më të bukura, 8 vjeçari im i bukur jetës time, kështu që kam punuar me ta shumë. Ajo është ajo personifikon komplet Tridos Production, kështu që normalisht me interpretues siç jam unë, tjetër që kam vlerat e mia në kontributin tim në ato lloj pjese. Është pa diskutueshme që ka qenë një kohë e bukur, ka qenë një kohë kur ne kemi ngrit vetëm kupa, do të shkonin sepse punonin si ekip. Te ishte Real Madridi më. Ishte Real Madridi që të vjen keq që s'ke pas Instagram atëherë Erik. Që ti hidhje për shembull foto se tani një gjë të bësh e hedh, po imagjino kur bëje gjithë këto fitore. Ti ka qenë kështu, ka qenë një kohë shumë e bukur sepse fitonte me të vërtetë ai që donte publiku, nuk kishte, domethënë që ti imponoje dikë të dëgjonte diçka. Okej. Dhe gjë më e bukur kjo ishte, sepse e pëlqeni dhe e dëgjoni dhe kur e shikoje veten domethënë që në netët që afronte netët finale kur dëgjoje që kënga ishte bërë virale në radio. Po, aty ishte një siamace radio. Kur shkoja Pallati Kongreseve që mbas në mes të këngës të ngrihesh në këmbë, kësh pak. Dhe nuk dilje dot nga Pallati Kongreseve. Këto kanë qenë ato momentet e bukura për shembull, imagjino mos dalësh. Ramosaj, Beatrix? Jo, Argentin, jo se. Jo, po Brazili. Angelina Ramosaj, po, nuk në mos gaboj, ka qenë Lajta Dani. Si e kemi vajze, ata një Google like. S'ka që ata s'din kush e shkryti. Jo, dhe unë e kam harruar sepse ka shumë kohë që më. Po, si një shit i ike. Edhe kam qenë edhe unë, ka qenë edhe disa, ka qenë edhe Arkimedi atë. Po, Argentina më e ka. Argentina ka, të kërkojnë ndjes kolekt që të rash me to. Ja po Brazil. Vesh bëre gol ti po e pas. Në Top Fest 9 ka qenë disa këngë që ka qenë Tridos Production dhe ka qenë po prap finale. Kështu që këtë kujton emrin Tridos Production. Erik, po ndërkohë që po të dalim, le që sot është e hënë, nuk dilet, po të dalim fundjavave në blok. Edhe t'ulemi diku në një lokal pa përmend emra, edhe të dëgjojmë muzikën që luhet aty. Si mendon, ka ndryshuar nga koha kur ti dilje dikur në blok? Muzik live mo? Po. Ku ka mo? Nuk ka më? Pse ne ishim diku? Po, mund të ketë një maksimumi. Nuk ka më muzikë. Po muzikë. me aq me informacion që kam një është, mos i përmendim emrin. Po, mos bën reklam. Duket aty ishim edhe ne dhe dëgjuam muzikë live. Jo, e vjen vetëm vend që kanë ngel për muzikën, por nuk janë prapë për muzikë tuaj. Po, e drejt. Shiko, shofi tendencë të producentave, të artistëve, të këngëtarëve, që mundohen të bëhen shumë anglez, mundohen të bëhen shumë amerikan, mundohen. Si është shtetit. Po çikosh Saremën Italis. Po. Që kishte dy këngë mrekullueshme, që ishte një Erman Metës dhe çmimi i parë që fitoi që nuk më kujtohet tani. Po. Erman Meta pëlqen goxha, Stella Stelina, këngë shumë e bukur. Do të thotë ka kaluar identitetin e tyre siç ka qenë Saremo dikur. Dhe është rikthyer muzika italiane siç ka qenë dhe ka pas super fam. Ndërkohë që 3-4 vite përpara
Po. Kam munduar të rikthejnë ato bitet moderne edhe gjërat. Okej. Muzika italiane është muzikë italiane, muzika greke është muzikë greke, muzika shqiptare do të jetë muzikë shqiptare. Jo Dhe e nuk miksuar ka pse- me dhe këto Nuk ka pse tjerë. të miksohet dhe të mendojmë ne të bëjmë atë që bën në anglezi. Nuk e bën dot ti më mirë se sa ai. Nuk e bën dot ti rapin më mirë se amerikani. Po pse është tendenca jonë si shqiptar që të Ose shkojmë? bërë Snoop Dogg Amerikës. Okej. Nuk bësh dot. Po pse kemi këtë Kupton çfarë- tendencën kjo është o Erik sipas teje që të përpiqemi të jemi si të tjerë dhe jo të kemi autenticitetin tonë. Nuk e kuptoj, sepse ne kemi një lloj do të thënë si ta them, një lloj autoktoni. Po, muzikë. po. Kemi qoftë sepse Kemi tradit, kemi një lloj historie muzikore, mira keq. Siç bën mikse sonde që merret muzika jugut me muzikën e veriut dhe përpunohet një muzikë të lehtë, muzikës lehtë, nuk po flas vetëm për popullore, Po, për po. popullore. Mund të marrësh nota që janë shumë bukura të folklorike. Dhe ti përshtatesh për të bërë muzikë lehtë. Dhe nuk ke pse përshtatesh për të marrë diçka që vjen nga jashtë. Okej. Se e shoh që është në kohët e fundit kërkesat e producentëve që merren me organizimet e gjërave janë të shikoj se si është këtu, si është atje. Jo, po atëherë nëse ti tret Erik Lloshin ose punon me Erik Lloshin për të bërë këtë gjë, një koncert, një diçka, lëre në dorë për të bërë pjesën e vet, ose mos atje. Ose Angela Pristerin, ose Vedata Demin, Po. që ka pjesën e vet, ose Eugen Bushpepën, që ka pjesën e vet, se kemi plot, edhe Eugen këndon muzikë të muzikë të huaj, po ideja është kur kalon muzika shqiptare, ka një repertor. Ka një repertor të vetin tamam, e kupton, me këngë të veta që ka shumë. Se që notat e para ti e kupton që është shqip, po them. Jo është shqip, është Eugen Bushpepa. Është Vedata Demi. Është Erik Lloshi. Jo, është Erik Lloshi miksuar me Bruno Mars. Okej, kemi pak shkëputje publicitare dhe rikthehemi sërish. Erik, mos ikti, se kemi edhe Këto janë këto. Okej. Çfarë pati ai më shumë që ty nuk ta dhash unë? Ma thuaj. Jo, ti çam bëj përshtypje. këtu më zonë e Sinkroni. Jemi Okej. kok fare që të dy. Po kemi bërë edhe kanto atje. 5 vite kanë këto për këtë gjë. 5 vite vesh muzikë vetëm për të kapur këtë emër i kthyer. Ka dalë shumë spontane, edhe si thosh e patentuam edhe po e mbajmë neve. Është mënyrë e Ti bukur. ke qenë i ftuar, ke folur e stërfolur për Big Brother dhe eksperiencën në Big Brother. Por duhet bëjmë vetëm një pyetje. A mendon se personazhet që publiku i njeh mirë është dashuruar, po themi, ka dëgjuar gjatë gjithë kohës, kanë një lloj presioni ndryshe nga ata paksa më të rinj, se kanë më shumë pritshmëri, në rasti konkret ti? Jo, shiko, unë do të them diçka. Po të shikosh në gjitha edicionet e Big Brother. Shumica e njerëzve që janë të njohur, se kanë një emër. Po. Asaj mirë është ky Juli, s'ka gjë, mos lëvisti. Faleminderit. Thonë nesër I ka rregulluar mikrofonin. Bravo Jul. Jul rregulluesi mikrofonave. O Juli po ma rregullon mua se miku. Dhe po thosha këtë lloj gjë. Do të thënë që po të shikosh gjithë njerëzit që janë aktorë, si për shembull në rast konkret do përmendja Eugene. Po, kjo vishtin, Stinën, Nestin. Dalin shumë shpejt. Pse? Sepse ne kur dikush është i panjohur për ne, sidomos brenda shtëpisë, kur shikojmë dikush që mundohet shumë, i lëm hapësira sepse nuk e kemi nevojshme që të njihemi, se xhama njohin. Pra ti ke kaluar vizën e kuqe. Po jo, po ideja është kjo bën që të ngelesh mbrapa në lojë. Okej. Duke qëndruar pak më i të hequr nga të tjerët. Edhe kjo bën që të eliminohemi më shpejt se sa të tjerë, sepse nuk japin rëndësi pjesët njohës. Mendojmë që na njohin, ndërkohë që publiku jashtë dashurohet me njerëz që janë të rinj për të parë një ose janë gati të bëjnë ca gjëra më. Eriku e dim kush është, po ky kush është. Okej. Ky është kurioziteti e njerëzve që gjithmonë bëjnë më shumë emër dhe bëjnë më shumë boom, domethënë në këtë lloj edicioni, në këtë lloj formati, po. Në këtë lloj formati, po. Kështu mendoja. Okej. O Erik, ne kemi disa pyetje që janë, le të themi, nuk janë reale, po le të futemi pak në atë botën e imagjinatës. Janë zgjedhjet dhe kandidat për kryeministër të muzikës janë dy persona. Je ti dhe një tjetër. Kë do doje të kishe përballë që të kandidonit për kryeministër muzike, që kur ti merrni dhe do ta kishe një kandidat fort, që pastaj ti të bëje ligjin për muzikën në Shqipëri.
Është supozim, bukur. I lë shumë plumbat. Jo më, unë do zgjidhja Flori Momajezit dhe do e hipja votët e vet Flori. Ku ka më bukur se të shkusht mundi Flor Momajez. Po Allah, do e hipja votët e vet Flori, dhe pse do isha konkurime. E kuptoj. O Erik, e supozojmë që i fitove ti zgjedhjet, jo Flori. Pra je zyrtarisht kryeministër i muzikës. 3 këngëtarët që do i bëje ministra, që do i kishe në kabinet. Florin e ke në opozitë, do ta kesh kundërshtar. 3 tjerë. Okej, Angela Pesti, Aurela Gaçen edhe Alban Skëndera. Bukur shumë. Tulemi çik në detyrë se kryeministëllëku na I mandatësh. Nëse do të ishe ministër i muzikës, cili do ishte vendimi yt i parë? Domethënë ç'a do ç'a do bëje gjën e parë, vetëm për muzikën. Pra për shembull do hiqje autotune-in ose Jo, po pse, autotune nuk ka lidhje, autotune përdoret në gjithë botën, dhe është diçka që ka përdorur dhe unë, autotune nuk është gjë që të vetëm rregullon pjesën e stonimeve, por ka dhe ato bukuritë veta brenda studios. Futemi thellë ashtu, nëse. Ideja është një gjë që s'pëlqen muzikë tani. Ose një gjë që do dohet ta bëje që s'bëhet. Do njerëzit që nuk këndojnë realisht. Të tipit si nuk këndojnë. Njerëzit që nuk dinë të këndojnë. Që me të vërtetë rregullohen nga studio dhe edhe vetë kur e gjojnë nuk e besojnë atë që. Okej, njerëzit që nuk këndojnë. Jo, për pjesë e zhanre, fare se kanë të zhanreve, si çdo njeri ka drejt të bëjë zhanrin që do. Ja bër këngëtarët që agjendët imobiliar. Po çamo në buzë një tre, domethënë jo një, tani ka filluar në 3 veta 2 këngëtar, njëse. Pse zgjedhin që të bëhen këngëtar? Ç'a ka? A ka fam, a ka lek, ç'a ka? Duket shumë burr, domethënë vjen ka njerëz që vjen punojnë në emigrim. Po? Në Europë tonë, në vite kanë 2 lekë, kujtoj se po të bësh muzikë vetëm në përdasme fiton lekë. Okej. Dhe shumica njerëzve që jetojnë nëpër provinca, nëpër rrethe, nëpër shumë mendojnë që të kapin dasmat. Edhe po të shikosh shtuar shumë numër që këndojnë muzikë popullore. Dhe jo që këndojnë muzikë popullore, po këndojnë as për të kënduar nuk e kanë ide. Nuk i din këngë. As lloj zhanri, jo muzikë popullore. Rik, po këta kontingjenta a prishin tregun për shembull? Sepse ulin çmimin. Po prishin, patjetër që prishin, sepse ka shumë njerëz që futen rrugën e muzikës, bën një këngë, 2 këngë, vetë pastaj në lokal, gjejnë një besoj që asnjë prej bigëve nuk e bën këtë që të marrin telefon lokal dhe thotë merr mua. Unë për shembull në jetën time nuk e kam bërë kohë. Edhe s'kam për ta bërë. Sikur të pa punë ngel. Ka pas raste që kanë ngel edhe pa punë. Ditë që ka qenë ditë feste që kanë pas bosh dhe nuk e kanë marr mundimin që të marr dikën telefon dhe të them që shko se po vion, po. Kurse këta e bëjnë për herë, e bëjnë çdo ditë vitit këtë gjë. Dhe të prishin punë. Sepse nëse unë marr 5 lekë, ai kërkon gjysmë leku. Gjysmë leku. Dhe gjithë repertorin tim. Knoma ajo është ajo. Kam dhënë, jo se kam marrë mundimin ta këndoj deri sot. Nuk e këndojnë dot. Përveç se këngëtarëve tamam që janë big me emër. Të mirë fjalë. Ta këndoj për shef, po ideja është marrë dhe këndoj repertorin, s'ka si ju, s'ka si ne, që është imja Angela Presterit, afër vetes të gjithë aty këngë ritmike se ditë sot me njerëzit kanë nevojë edhe çik për kërcime për gjëra. Dhe këta e marrin sikur ka nevojë vetëm të frem, por jo, por një njeri ka nevojë të pidhë kot vetë dhe gjojë një artist përpara. Dhe për ndaj lokali thotë shikoj se u më mirë po marr këtë që më këndon njëjtë këngë se sa të marr Riko dhe të marr 10 fishën e këtij. I biesh ku? Rolin që figura ime është tjetër gjë në krahasim me figurën e tij, sepse një lokal që bën një event nuk pretendoj që të fitoj nga ai event, por të japi një lloj klasi vendi që ka. Edhe një lloj imazhi, po sa vite tu deshën që pagesa që merje të përmbushte. Pra, erdhi një kohë, mbase 5 vite, 10 vite ku ti këndove në një koncert ose diku edhe pagesa që morë the që nga e mirë kjo. Domethënë kur e patë ti satisfaksionin e parë monetar, që i pe frytet muzikës. Çka nuk e kam menduar kështu. Në fillimet e mia nuk e kam menduar, kam shkuar edhe pa lek fare. Okej. Për të arritur atë që kam dashur, kam kënduar edhe për 20.000 lekë. 20.000 lekë vjetra. Po, kur punonin në blok, të paktën në Lizard, ne paguheshim, kemi qenë në 7 veta, paguheshim në barabar 350.000 lekë vjetra dhe këndonin nga ora 8 deri në orën 5 mëngjesi. Çfarë thua ora? Po. Do të thënë jo pa pushim, më bënin 5 sete dhe këndonin dhe kishim lokalin plot, dhe fitimet kanë qenë marramëndse të lokalit. Do të thënë krijuam një bazë, një diçka dhe në momentin që u ngrit gjithë kjo gjë, aty ishte domosdoshmëria e një menaxheri shumë fort. Po. Që ta menaxhonte gjithë si grup, që as instrumentistët që ishin shumë të mirë dhe u bën shumë të njohur. Po.
Dhe as këngëtari, siç kam unë kam qenë punoja bashkë me Ersiana Matmuën, që kam fituar festivalin, ka shkuar në Eurovision. Po. Është një super këngëtare. Kam qenë unë dhe Ersiana dhe ka qenë dhe një grup prej 5 vetash. Ka qenë dhe Frenci, ka qenë një djalë shumë i talentuar, Frenci Smaçka, cilin e përshëndes nëse nuk e di nga bëhet, ka shumë kohë që nuk dëgjoj për të. Ka qenë djalë Shava me violonçel. Po. Ka qenë grup shumë i fortë, Ermal Pepa, Visi, Besi, Bismishani, gitar, një nga muzikantë më të mirë sot. Po, lekët kur more lekët e mira. Dhe mbasi ka kaluar kjo gjë, ne nuk mendoni për lek. Po. Mbasi kaloi kjo gjë dhe fillon të mendoni për lek, dhe fillon të mendoni që shikoj se do të jetë kjo gjë kështu, pa vendimin e menaxherit aty u prish çdo gjë. Okej. Patjetër që ka pasur një moment që unë kam vendosur me gjërat e mia, ka pasur momente që kemi marr shifra marramëndse, dhe në shifrat që kemi qenë Standard. Kohët e fundit ka i 5 vjeçare e fundit, po ka qenë pothuajse i ndar. Si thosh ditë bardha. Ky 5 vjeçare. As 5 vjeçare, po 3 vjeçare e fundit. Tu ja pa hajrin. Bukur shumë. Bukur shumë. Okej, që shohim ne Nuk janë reklamave. luajtur më. Okej. Çmime. No, çmimi nuk negociot. Ikëm reklama. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për Hajde dije. 1, 2, 3. Jemi rikthyer. Mirë, okay. Sinkroni vallai është vështirë. Okej, kendos na e pak bazën të lutem shumë i dashur, sepse tani Erik bëu gati, sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje, ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë, ne të rikthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Okej. Për ty si kantautor duhet të jetë çike vështirë që të shprehësh vetëm me një fjalë. Loja fillon tani. Je gati? Gat. Gjëja e fundit që hëngre. Mish. Hera e fundit që bëre sherr. Dije. Hajde iftar, hajde. I ka fshon thonjt? Po. Je kokfort nëse po. A mund ta thyesh një pjatë në të? Ku ta thyem? Në kokë. E sa ja 2 fjalë, edhe je nga fillimi. Ku ta thyej? Okej. Erik. Gjëja e fundit që s'hëngre. Sultjash. Sultjash nuk pas ka. Hera e fundit që bëre sherr. Dije. Erik i ka fshon gishtat e këmbës. Jo. Okej. Po Erik, je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët e tua, Erik. Po. A të pëlqejnë komshitë tu? Jo. Erik, ke ndërmend të desh, të pish, të bësh tap sot? Jo. Okej. Digje shumë në verë nëse po, a lyhesh me kos? Jo. Kosi hahet apo pihet, Erik? Pijet. E bukur apo e zgjuar, Erik? Kush ky kosi që pihet, do pse më vjen një Po trash. jo më hollonaj me ujë, po bëj që si dha. Jo, pijet. Po Erik, e bukur apo e zgjuar? E zgjuar normalisht. E zgjuar normalisht janë 2 fjalë. Çfarë thonë? Kur do të bësh mirë, po thuaj vetëm e zgjuar apo. S'ka gjë se këto i dim, për shembull, gjëja e fundit që hëngra ishte mish apo jo? Po jo më di gjithë. Kam i di që u zgjinjej. Erik vetëm një fjalë. Luaj me një fjalë. Okej, hajde. Hajde, tani të përshëndetoj. Okej. Mishit pishet dhe hellit mos digjet. Po. Po Erik, hera e fundit që bëre sherr. Dije. I ka fshon gishtat e këmbës, Erik. Jo. Je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. Erik, i ke lënë ndonjëherë punët. Po. O Erik, a të pëlqejnë kolegët e tu? Jo. Erik, Po. ke ndërmend të pish kos sonte? Po. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me atë kosin që tepron pasi e ke pirë? Jo. E bukur apo e zgjuar dhe pse e bukur? E bukur. Okej, le. A je i lumtur Erik Lloshi? Po. Para, dashuri apo pound, Erik? Poundi është më lart. Një fjalë. Okej, mirë. Erik, kujdes, një fjalë. Puthja e parë apo puthja e fundit? Një fjalë. E para e fundit. E parë. Ku ishte puthja e fundit? Buzmo. Po Erik, a të pëlqen ushqimi kinez nëse po, a do ta haje një zhapik që bën këngë?
Jo. Erik, më mirë të thot zemër, shpirt apo kantautori im. Zemër. O Erik, a shan kur sheh lajmet pip? Po. Erik, i ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit? Po. Hera e fundit që je skuqur nga turpi e bërë kështu speci kuq. Asnjëherë. Okej. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe? Jo. Hera e fundit që the më fal, ose greqisht si gnomi. Erik nuk Ti. dje, do të dje ka bër fajt, dje ka kërkuar. Po, bravo. Hera e fundit që gënjeve. Dje, pra. Ça pas ka ndodhur dje, po. O Erika, je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Po. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje tish Erik? Mace. Më mirë të duash apo të duan? Pra, t'japësh apo të marrësh, Erik? Të duash. Okej. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Larg qof. Më ta shofësh dhe në të dëgjosh. Thuaj, një fjalë, kujdes, do kthehesh edhe një herë nga fillimi. O bobo sa po mendoj. No. Sigurisht të bë tekst tani. Trump. We're gonna build a wall. Yeah. Ke qeshur ndonjëherë në varrim, Erik? Ti je mekull. Sa gjëna. Po Erik, do e thuash tani mua me çunash, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Lëshoje. Asgjë. Ja, po sa është kjo burr, nuk është kjo. Mirë. Okej. Se ne për shembull gatuajmë kur s'kemi çfarë bëjmë. Sa çfarë bëjmë, po gatuajmë për shembull. Erik, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje? Në dhërmi. Lale. Bukur. Erik Lloshi, nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Këtu mund thuash emër mbi emër dhe arsyen sepse kjo është pyetja e fundit e quizit. Nuk digjesh Kristina Aguilera, është super këngëtare. E çfarë do i thoje për shembull Kristinës? Si gjë, vetëm ti je super këngëtare, super artiste. Hajde bëjmë bashkëpunim me çti thosh. Po, që sa mirë ishte. Erik ja dole me i çik sforco. Te kaloj quizin. Si se më falet e 2-3 herë kështu vogël gjë. Po mirë po. Kanë bërë 17 herë këtu. Çfarë thua? Je lule. Po Trumpi nga ndoli. Po tani ç'ishte kjo, dal ti analizojmë. Pashën botë vërtet. Pashën botë. Pis. Po Erik po di çka ka ndodhur, se dje ke bërë sherr. Ke thënë më fal, edhe ke gënjur. Ka burrat martum që zgjes, që s'ka bë faj, që s'tot fal. Mirë, jo, po ti je shumë i sinqert, prandaj. Ka që se pranojnë. Kjo është. Erik, çfarë na pret në muzikë? Do një bashkëpunim, projekte? Fatikisht kam këngën që kam pasur bashkëpunim bashkë me Shpatin që duhet ta nxjerr. Po. Me Shpat Kasapin. Po me ndjerë një gjë që kishte ngelur, domethënë, dhe është momenti. Nxjerr kam disa gjëra që kam edhe vet, kam dhe i këngë të pezull në studio që ka qenë me ti për gome. Hajde mi goce, hajde se për ty. Me pjatë të dorë kjo. Me pjatë. Gjoja që ka agjëruar, që dhe motra ime dhe vjera ime ka përgatitur një hap të mrekullueshme. O të keqe. Nuk ka marrë facileta asta. Ska gjë. Ja dhe mi kisha ime që s'mi lë kur në bal, mo. Zemra ime ti që je djalë. Ky emision mundsohet nga Elona Duro dhe Halla e saj. Në fakt unë ka krefa flokët dhe i thash motrës, merre vjerën time në telefon se vetëm ajo e bën më mirë, e bën dhe më mirë se mami. Edhe e mori dhe kanë bërë këtë hallën që është e mrekullueshme që ftojnë ta ndajnë së bashku. Erik Bato që deshet kapi dhe tha jo. Dhe gëzuar të gjithë besimtarëve musliman dhe jo vetëm natën e kadrit që mendohet të jetë më i mirë se 1000 muaj bashk. Uri është ortodoks i pagzuar, por sot ka agjëruar dhe ndaj sa e bukur. Po, jemi, domethënë bashkohemi edhe në besimet e të tjerëve tek e fundit një Zot është dhe i uroj gjithë besimtarëve që janë drejt fundit të agjërimit edhe në fundjavë është Bajrami. Po sa bukur, sa bukur. Do të thosh edhe diçka që të paktën e kam dëgjuar nga një hoç, subhanallah, elhamdulillah dhe Allahu ekber, thonë 33 herë. Subhanallah. Elhamdulillah, thoni 33 herë dhe Allahu ekber thoni 34 herë se do të ndihmoj shumë ndaç për gjumin, ndaç edhe për tecën më parë. Super. Bukur shumë. Ne do ham hallvën. Sa e mirë. Do i ham hallvën e natos kadrit. Patjetër, nuk e ka dhe jo hallvën e larg shosh, kjo është për mirë. Kjo është për mirë. Elona çfarë do kemi në Big përveç asaj, përveç asaj. Unë sot do të dedikoj të hënat janë post Big Brother.
Prime-it. Më së shumti do flas për Rogertin, surprizën, bashkimin, ballafaqimin me vllajën e vet, dhe është një nga miqtë e tij më të ngushtë në studio me mua, reper i Don Fenomen. Do të jem një orë me të, do të lidhem edhe me gruan e Rogertit që është në Londër në Angli, por edhe për testin e inteligjencës që Samir që s'kapi brenda Erika. Eriki i pe ato Eriku për ato. Unë shumë e përgatitur për pjesën e gjërave, sidomos gjeografi, këto nuk e kam. Informacioni i përgjithshëm. E kuptojmë gjithmonë kur jemi para një testi. Ka një problem shumë të madh. Mos I merrni parasysh gjitha gjërat që thon sepse është presioni shumë I fortë. Tash presioni ku është Muzeu Luvri tash presion. Po Gjirokastër ishte. Po vjen s'ka qenë ajër, nuk e di tani. Është shumë e vërtet kjo që thotë se unë dash një provim italisht para ca ditësh, duke menduar gjithmonë që italistën e kemi në xhep. Nëse se tash disa ka një shekull kur e theu tani se kjo është e tmeshme tani. Nuk e di, s'di. Edhe emrin e Nën Terezës duhet më e di tani. Madhër Tereza. Madhër Tereza. Maria Tereza. Po, Agnesa. Do të bëni emisionin tjetër një quiz. Agnesa shqip. Të bëjmë quizin e Po, 3-4 persona këtu, ato që kanë dalë që japin mend. Po kemi hap se mos na mërzitën. Do vish më vjen Eriku, Lorna, Lore rreshtohen edhe ta shohim me quiz. Faleminderit. Do garantoj që do dalë si mirë parë. Do zgjerojmë stafin e Top Fare dhe të mirëpresim. Po patjetër. Ti marrim këto. O Erik, se ne na erdhi fundi, O Lorna, mos më hapi pjesën. Mos ta ha se ka Lorna ta themi live je yll bote. Je yll bote. Edhe ne. Erik, ne për fund kur erdhëm këtu, për fund fare. Kush mori me kamerën, mori Casey. Po. Casey Big Brother. Casey Big Brother. Po çdo Casey. Do të hap live. Po, okay, hajde, kemi direkt e lidhje me Casey-n. Mos e Casey propozon direkt Leli. Ja ta marrim mirë. Ja mbyllë. Paska inate personale. Po, Erik, ne shiko, këtu për fund kemi gjithmonë një Ira hape direkt. Se edhe internet kemi këtu. E lidh me wireless. Kemi internet, ka internet gjithë botën, kështu që. Si nuk vuajmë. Okej, nuk jap. Okej, na lëra. Keso të përshëndesim vëlla. Patjetër, nëse po na dëgjon. Ne ti bim ti s'do, rregull ti shi. Dhe Erik, ne kur erdhëm këtu na propozoi një kontratë shumë e çuditshme, që në bazë të ftuarve, llafeve të mira ose të këqija që ata do thonë ju do merrni përqindje. Pra e kemi kontratën me përqindje, nuk e kemi me rrog fikse. Tani ti duhet të thuash fjalë të mira që ne këtë të hënë të marrim në lek. Ta marrim portofolin me që ke lënë aty apo? Portofolin tim? Jo, se lekët dalin nga tjetër kund. Dakor, ja Casey po I bie me video. Hajde, po. Përshëndetje zotëria juaj, jam live në Top Albania Radio. Casey. Jemi live, po mos shaj. Jemi live. Mos e shaj, mos e lësho. Po. Mos e lësho, Casey. Përshëndetje, vazhdo kaloj bukur. Ishte gati, se kena fol për ty 5 minuta ti tash, s'po na hapi. Sa bukur është dërgoj telefon. Eriku mori në telefon çfarë? Nuk kujto se jemi live, i kemi mikrofonat. Ja po shakuqja këtu. I kemi me të kuqe mikrofonat, jemi live. Po del këtu në valët e Top Albanias dhe te kanali 10 në digital. Hape dhe shikoje veten se ke dalë si plumb. E po na ndodh edhe kjo. Mos shaj. Se dëgjosh. Erik, ta heshim këtë, na thuj këto fjalë të mira për ne ti ikim shpirtlla. Na thuj fjalë të mira për emision se duhet. Janë dy çuar të mrekullueshëm që kanë studiuar në Akademi të Arteve, çfarë do më shumë Top Albania. Po, bukur, I morëm 10.000 lekë. Tim që fokusohen në pjesën artistike të një artisti, ftojnë artista me vlera, ju vini u hapin telefonin, çfarë kërkoj më. Okej, më bukur se kaq që kishte si të mbyllet kjo emision. Erik, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu me ne dhe të shpresojmë sukseset të vazhdofshin, sepse me të vërtet është një kënaqësi e madhe kur të dëgjon me krijimet e tua, por edhe kur të ke këtu dhe të interviston për diçka ndryshe. Po Erik, unë do ta mbyll me një thënie që ne se thashë na vrave. Jo, jam më çuj e gërunëm. Jo. Do ta mbyll me një thënie shumë të bukur për artin. Në art tha, do lutesh për shi të bekuar, por mos harro që shiu bie edhe në tokë, kështu që përgatitu të ecësh në balt. Kështu Juli është filozof. Është e thellë kjo. Shumë I thellë. Juli duhet. Kemi, okay. Në art do lutesh për shi të bekuar. Por mos harro
shiu bie edhe në tokë. Kështu që përgatitu të ecësh në balë. Shumë e bukur. Realisht shumë e bukur. Për shakalla. Kam ja 7 vite që e dëgjoj, e thot gjithmonë këtë. Puna është ne kemi ca kohë që po eci vetëm balë më. Do të shtrojmë rrugët Erik, mos u shqetëso. Erik të falenderoj. Ku është i shihë për kohë më po. Të falenderoj. Asi pikë si kemi pa. Të falenderoj shumë. Juri, thuaj ato llafe të bukura stikim. Ne do dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë ju vazhdoni që ndroni në Top Radio. Pas pak e tham do vi Elona Duro bashkë me Don Fenomi, ndërkohë ne dëgjohemi dhe shihemi në kanalin 10 në digital. Natën e mirë, ju përqafojmë.